Gjithçka ishte përgatitur me kohë nga Kolegji Univerzum. Prishtina Fashion Night hapi dyert për pjesëmarrjen e studentëve të këtij kolegji, të cilët me shumë përkushtim realizuan kreacione shumë të veçanta. Kolegji Univerzum, përveç mundësive teorike, gjithmonë u ofron studentëve hapësira për të ushtruar edhe pjesën praktike. Është me të vërtet privilegj dhe kënaqësi e veçantë që në eventin më të madh të Prishtina Fashion Night të merr pjesë edhe Univerzumi, po ashtu studentët e dizajnit të modës me kreacionet e tyre. Na përveç që jemi aktiv domethënë në lanet e tyre në pjesën teorike, normalisht kreacionet e tyre i takojnë fushës së praktikës, edhe janë duke paraqitur në eventin më të madh për modë. Në Prishtina Fashion Night ka qenë diçka tradicionale për Univerzum International College, diçka që na e bëjmë vit për vit, por këtë vit është gjithmonë çdo vit shkon duke qenë pak më special sa tjetri. Këtë vit tema është shumë diçka e bukur, shumë pranore, edhe ashtu duken edhe veshjet. Kemi fokusuar në çdo detaj të veshjeve, prej fillimit kemi punuar me studentë në anën kreative, po ashtu edhe në anën praktike të krijimit të veshjeve. Tema është luri ujor në zbatica. Kemi bërë një ndërlidhje shumë interesant mes universit dhe detit, duke u përpjekur që të lidhim yjet dhe perlat me shkëlqimin e detit dhe vezullimin e yjeve. Studentët mezi që presin që të kenë kësi lloj mundësie për të marrë pjesë në një ndër sfilatat më të mëdha siç është Prishtina Fashion Night, dhe ajo shihet edhe në punën e tyre. Ata kanë bërë punë të palotshme, kanë punuar edhe gjatë natës, natët e fundit, duke u përpjekur që çdo detaj të jetë perfekt, dhe kjo është shfaqur natyralisht punën e tyre, edhe normalisht do të vlerësohet deri në fund. Për këtë, studentët janë të kënaqur dhe të përmbushur po ashtu. Tregona se si ka shkuar gjithë përgatitja për këtë sfilot që do ta shohim sonte. Për mua është hera e parë që jam të marr pjesë edhe u ka një moment shumë i bukur për mua se jam munduar edhe me sfidu veten, edhe po kam vështirë, po jo edhe shumë se i kam besu vetes se kam mujt mja dalë. Për mua është e dyta, kam marrë pjesë edhe vitin e parë, tash dytën për më mirë me zhvillu më shumë. Sa keni pas mundësi që të keni edhe përkrajen e Univerzumit, të njëjtën kohë keni edhe përkrajen e profesorëve, gjithë stafit? Përkraja e fakultetit do ka qenë tepër e madhe, sidomos këtë vit na kanë ndihmuar gjithçka, si me na furnizuar materiale, si me na furnizuar që më duk sa më mirë, sidomos piplovë na kanë ndihmuar çdo hapje, na kanë gjithë në kontakt me ty për çdo sa nuk kanë tepër mirë. Si ka shkuar gjithë përgatitja për këtë sfilocë? Për këtë sfilot u kanë tepër mirë, u kanë shumë emocion më ndryshe, edhe profesorishat na kanë ndihmuar tepër mirë, u kanë një eksperiencë që nashta nuk mujmë me përshkruar tamam. A është hera e parë që po merr pjesë me një sfilot të tillë? Jo, është hera e dytë, kena marrë pjesë edhe vitin e kaluar, por kjo vit u kanë shumë ndryshe, u kanë më i veçantë. A keni pas përkrajen e profesorëve, e stafit të Univerzumit? Po, shumë na kanë përkrahur edhe me materiale, edhe profesorishat na u kanë çdo 24 orë me neve, na kanë insistuar na përkeqësa. Ky kolegj vazhdon të mbajë primatin si i pari në vend.